Nora Istrefi ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes publike, jo vetëm si artiste, por edhe për jetën e saj private. Së fundmi në mediat e roz po flitet për rikthimin e saj me Robert Berishën, pasi çifti janë kapur së bashku në plazh. Edhe pse nuk ka mbajtur një qëndrim të qartë, ajo është shprehur se me Robertin ka një marrëdhënie shumë të mirë, sepse ai në fund të fundit është babai i vajzës së saj. E për të gjitha gjërave që duken, Nora ka një betejë të fshehtë shëndetësore, gjë që e ka vështirësuar së tepër jetën e saj, shpesh me dhimbje që e lën pa frymë. Ndërkohë që publiku broriste emrin e saj, Nora shtrëngonte dhëmbët. Do performancë elektrizuese ishte një rrezik i llogaritur. Njerëzit shohin vetëm shkëlqimin, por nuk e dinë se shpeshherë më është dashur të zbresë nga skena në krahët e mjekëve, ka thënë Nora brenda një rrethi të ngushtë miqësor. Ajo qëndroi në skenë derisa erdhi dhe ultimatumi i mjekut. Nëse nuk ndalon tani, rrezikon të mos ngjitesh më kurrë në skenë. Por çfarë ka ndodhur me shëndetin e Norës? Këngëtarja është shprehur se vua nga problemet të rënda të shtyllës kurrizore. Mjekët e kanë paralajmëruar se nëse fizioterapia dhe pushimi nuk do të funksionojnë, operacioni është i pashmangshëm, gjë që për një këngëtare në kulm të karrierës është një rrezik i madh, për vetë faktin që pas operacionit duhet shumë kohë për të rikuperuar. Norës i është kërkuar të lindte anash koncertet e verës dhe udhëtimet e gjata me makinë, pasi qëndrimi i ulur për orë të tëra ishte tmerr për gjendjen e saj. Këngëtarja ka treguar se ky ishte momenti kur kuptoi se shëndeti vlen më shumë se duartrokitjet dhe kjo e detyroi të ndryshonte rrënjësisht mënyrën se si ajo po performon sot.